Kë do më shumë mami? Mua apo Evën? Nina, provoni t'i dërgoni telefonat ose zile të shkurtër mamit, një herë ti dhe një herë Eva, dhe shikoni kë do marrë të parën, ajo është e preferuara. Se se dim, po, ja provoj. Ja do ta provoj. Ja provoj. E ja, ta provojmë tani, do t'i bëjmë një zile. Një zile, bo, mbyllë tani. Dali bëj dhe unë. Mbyllë. Të presim të shikojmë se këtë do marri mamushi. Mua më dosh. Përgjegju! Dosh. Ha, mamush, si je? Ninushi, He, Eva atja për ty, se më kështë marrë dhe ajo në telefon? po kur do Evën pse more mua? Po ti, rezile se para dhe sa shumë tani, i një afre apo i një dartë më njëra të ndaja. Ma i për paketën. Mirë, s'do të marrë për një qikë, prit. Pse ja mbyllë mamushit të dashur? Jo, po mua mori. Tani kë do më shumë, mua apo tyja? Pa e dit, mori t'ja që të kërkon dhe mua. Po, mori, pse s'mori drejt e ty apo mori mua? Juve kë mendoni, kë do më shumë, mua apo Evën? E pat përgjigjen. Se mua mori. Nuk do shumë mend. E, mo je, Shumë. aha.